Selam aleikum, paqja qoftë mbi juve. Sot dua të flas për një temë interesante, një temë që do ta përjetojmë të gjithë. Dhe do ta nis me pjesën ku thuhet të gjithë do ta shijojmë vdekjen. Dhe dua të flas në lidhje me një temë që unë gjithnjë kam qenë kurioztare, që kur isha fëmijë, se ç'ndodh pasi vdes njeriu. Dhe këtë gjë Islami jep me detaje edhe e shpjegon qartazi dhe është një pjesë që mua më ka bërë që të kuptoj qëllimin e jetës, por edhe pjesën se çfarë ndodh pas kësaj jete. Çfarë ndodh kur njeriu vdes? Qoftë besimtar, qoftë jo besimtar, qoftë hipokrit, qoftë etj. Në momentin kur njeriu vdes, shpirti largohet nga trupi i tij dhe angjëlli i vdekjes merr shpirtin bashkë me ëngjëj me fytyra të shndritshme, nëse ai ishte një besimtar dhe ishte një shpirt i mirë, por nëse ishte një jo besimtar apo hipokrit etj, shpirti i tij nuk ikën në paqe, ikën me dhimbje dhe me frikë. Dhe ky është ndryshimi midis shpirtit mirë, besimtarit dhe atij jo të mirë, jo besimtarit apo hipokritit apo atyre njerëzve që kanë bërë gjëra jo të mira. Domethënë besimtarit i merret, angjëlli i vdekjes ja merr shpirtin bashkë me angjëj të tjerë me fytyrë të ndritshme dhe në mënyrë paqësore, dhe jo besimtarit apo hipokritit, atij që ja bërë gjëra të mira në këtë botë, ja merr shpirtin me dhimbje edhe me frikë. Shpirti nuk zhduket, domethënë, thjesht kalon në një fazë tjetër. Kur njeriu ndodhet në varr, më saktë kur shpirti është ai që i përjeton pjesën e jetës, jeta në barzak, kjo quhet ajo pjesa ku qëndrojnë shpirtrat, aty do të vinë dy ëngjëj që janë Munker dhe Nekir, dhe aty njeriu t'i bëhen 3 pyetje: kush është Zoti yt, kush është feja jote dhe kush është i dërguari i Zotit. Dhe këto disa thonë që mund të jenë 4 pyetje, por që nga hadithet e sakta janë 3 pyetje, janë pikërisht që sapo përmenda. Dhe nëse dikush e ka jetuar këtë botë ashtu siç duhet sipas Islamit, nëse ka qenë besimtar dhe ka besuar në Zot, gjëja e parë është besimi në një Zot, dhe nëse ka jetuar jetën sipas Islamit, ai do flasi në atë moment e imani, do flasi besimi brenda tij, do flasi ajo pjesa që ai nuk ka njerëz që për shembull nuk do din ta thonë, edhe pse mund të kenë qenë praktikant, varet nga se sa të fortë kanë patur besimin, dhe kur t'i bëhen pyetjet, do t'i thotë, por nuk do mundet do përgjigjet në këtë formë, domethënë nuk do mundet përgjigjet dot. Inshallah Allahu na bëft nga ato njerëzit që do arrim të përgjigjemi të 3 pyetjet. Ndërsa kush ka qenë siç duhet, arrin të përgjigjet pyetjeve. Domethënë besimtari përgjigjet pa vështirësi, ndërsa jo besimtari dhe hipokriti mund të ngatrohen. Domethënë ngatrohen ose nuk thon asnjë gjë. Domethënë nuk do kenë mundësi më saktë të shprehen. Pas kësaj varri ose zmadhohet, bëhet me paqe, bëhet me shndritje, domethënë ose zvoglohet, ngushtohet dhe shtohet më shumë frika në varr. Domethënë varet nga personi se si ka qenë. Domethënë nëse aty fillon pastaj dhe dënimi i varrit, që është për këto kategori njerëz. Çfarë bën shpirti në barzak? Nuk kthehet në këtë dynja më, nuk është mes njerëzve, siç thuhet disa që ja po na shohin, ja po janë mes nesh etj. Dhe shpirti nuk hyn ende në xhenet apo xhenem përfundimtar, domethënë qëndron në barzak deri në ditën e Kiametit, por aty
gjatë kohës qëndrimit në varr ose në jetën në barzak, besimtarit i tregohet një copës nga parajsa, duke thënë që ai do jetë vendi përfundimtar i tij, ndërsa jo besimtarit apo një njeriu të ligë apo hipokritit e tjerë, do t'i tregohet një pjesë nga xhehenemi, dhe do t'i thuhet që dhe ai do të përjetojë dhe një pjesë të nxehtësisë të xhehenemit në ato momente, dhe do t'i thuhet ky do të jetë vendi yt. Dhe besimtari kur çohi parajsën do thot i lutet Allahut që sa më shpejt të afrohet ajo ditë, ndërsa jo besimtarit do doj që sa më larg, do të thotë të jetë sa më e largët ajo ditë. Çfarë ndihmon personin që ka vdekur, besimtarin? Ndihmon duaja e fëmijëve, sadakaja e vazhdueshme, dija e dobishme, lutjet në përgjithësi të njerëzve, domethënë këto gjëra. Çfarë nuk e ndihmon kur dikush vdes? Britmat e mëdha, të qarat e mëdha, mos përmendja Allahut, mos lutja, mos bërja duave etj. Këto gjëra nuk e ndihmojnë personin që ka vdekur. Të vdekurit nuk ka një sens, domethënë kur qëndrimi në botën e barzakut, ose më saktë në atë pjesë ku do qëndrojnë shpirtrat, nuk është se kanë një llogaritje kohore dhe do mendojnë se kanë vdekur për shembull dje, pavarësisht se ato mund të kenë vdekur qindra vite më përpara. Dhe është shumë e shpejt koha që ata presin deri në ditën e Kiametit. Në ditën e Kiametit fillon ringjallja e të gjithë njerëzve dhe aty fillon edhe llogaritja dhe marrja e vendimit përfundimtar të njeriut. Atë ditë shpirtrat kthehen plotësisht në trup dhe njeriu edhe një herë është ashtu siç ishte më përpara. Vdekja nuk është fundi, por është fillimi i llogarive. Ai që e përgatit jetën për barzakun e ka të lehtë Kiametin. Ai që jeton këtë jetë sikur s'ka asnjë lloj pasoje, atëherë ai do ta shohë shumë shpejt realitetin. Tani çfarë ndodh gjatë varrimit me njeriun që ka vdekur? Shpirti qëndron pranë njeriut dhe e ndjek trupin teksa trupi dërgohet në varr. Dhe profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë se i vdekuri dëgjon hapat e njerëzve teksa ato largohen, mbasi e kanë varrosur. Domethënë kanë mundësi ta dëgjojnë atë pjesë. Momenti pasi njeriu është vendosur në varr është momenti më i vështirë në pjesën e vdekjes. Varri nuk është diçka bosh apo krimbat që mund hanë trupin. Varri është fillimi i jetës tjetër, është ajo pjesa si portale që të dërgon në jetën tjetër. Në atë momente kur njerëzit largohen pasi kanë varrosur njeriun e tyre të dashur, në atë momente e kupton njeriu që është ai që është varrosur, e kupton që është tashmë është vetëm, tashmë nuk kam nuk do lutet më, nuk do ketë më justifikime, nuk do ketë gjërat që i bënte në jetën reale, tashmë do shohë që njerëzit e tij të dashur po largohen, po vazhdojnë jetën e tyre, kështu që aty do ketë një ndjesi tjetër dhe ndryshe njeriu pastaj. Aty do ndjej që tashmë nuk kam as familje, nuk i kam as shokët, të shoqet që kur ishte nuk kam njerëz të dashur dhe do e kuptoj që është vetëm. Do jetë vetëm ai, veprat e tij edhe ajo gjë që ai ka besuar dhe që ka përjetuar dhe bërë në jetën toksore, në jetën e mëparshme. Në momentin kur njeriu ndodhet në varr dhe vinë ato dy ëngjëjt që vinë me një ton të fortë, vinë në mënyrë më saktë për të frikshme, sidomos për jo besimtarin. Nëse njeriu ka jetuar me iman, atëherë përgjigjet e atyre pyetjeve dalin lehtësisht. Nëse ai nuk ka jetuar me iman, atëherë nuk do ketë përgjigje, do jenë të gatruara, nuk do mundet dot t'i shpreh. Nuk është provim me gojë, është më saktë ajo
dalja e realitetit të asaj që ti ke besuar. Shumë njerëz mund të kenë jetuar me islamin, mund ta kenë praktikuar, por mund mos e kenë patur besimin e fortë, shumë mund ta kenë për sa përsye faqe. Në ato momente përgjigjet që njeriu do japi janë realiteti i besimit të tij, të asaj çka ai ka besuar në të vërtetë. Shumë njerëz që duken mirë në dynja mund të dështojnë pikërisht në varr, dhe kjo varet në varësi të përgjigjeve që ato do japin për këto 3 pyetje. Shumë nga këta njerëz jetuan për njerëzit dhe jo për Allahun, i kishin thjesht fjalë sa për publikim dhe jo realitetin e vërtet të besimit të tyre. Imani i tyre ishte më shumë me fjalë se sa me vepra. Kështu që do ketë edhe nga këta persona dhe prandaj është shumë e rëndësishme që njeriu të besojë realisht dhe jo të besojë për njerëzit apo të besojë për t'i bërë qefin njerëzve apo për gjërat e tjera. Qëllimi është se si shfaqemi ne tek Allahu dhe se sa besim të fortë kemi ne brenda nesh. Dhe ana sjelltas, shumë njerëz të thjeshtë, të heshtur, njerëz që ndoshta mund të mos dukeshin shumë musliman, pikërisht varri i tyre do të jetë i shndritshëm, sepse ato e kanë patur besimin e fortë për shembull. Dënimi i varrit për jo besimtarët dhe njerëzit që kanë jetuar duke krijuar gjëra të këqija për të tjerët e me radhë dhe mbi të gjitha në lidhje me Zotin, dënimi i tyre nuk dëgjohet nga njerëzit, as nga xhindët, po dëgjohet nga nuk e di se nga sa kafsh saktësisht, por di që nga qeni dëgjohet, domethënë dënimi i tmerrshëm që mund përjetoj njeriu në varr, kushdo qoftë që mund ketë bërë dhe mund mos ketë jetuar sipas Islamit. I vdekuri nuk, disa thonë a është me ne, a na sheh e të tjerë. I vdekuri nuk është se na sheh, por sigurisht në momentin që ne largohemi, domethënë kur njerëzit largohen pasi e kanë varrosur, ai i dëgjon hapat e tyre. Në momentin që i shkojnë në varr dhe i japin përshëndetjen, prandaj edhe unë këtu e kam dëgjuar që në momentin që të hynë në varreza bën selam ose përshëndetjen, paqja qoftë mbi juve, dhe ato e dëgjojnë dhe kthejnë të vdekurit përgjigjen. Këtë pjesë e dëgjojnë. Pra ata nuk na shohin, siç mund shohim neve, por janë të vetëdijshëm për praninë tonë në momentin që ne mund të vizitojmë varrin. Sipas Islamit, në momentin që bëhet varrosja e të vdekurit, pjesë në varrim marrin vetëm meshkujt dhe jo femrat. Femrat kanë atë ceremoninë që bëjnë lutjet, dëgjojnë Kur'an, lexojnë Kur'an, mblidhen së bashku. Dhe një gjë shumë e rëndësishme, të vdekurit ka nevojë për duat tona më shumë se sa për lotët tona. Që në momentin që kemi vdekje, sidomos kush është musliman dhe e di se çfarë ndodh etj, e rëndësishme është duaja që i bëjmë të vdekurit. Dhe e dim se ku ndodhet i vdekuri, se çfarë ndjen në atë moment, dhe me thënë Islami na jep me detaje këtë gjë, jo vetëm për të na bërë të fortë dhe për të kuptuar madhështinë e Allahut etj, por edhe për të na lehtësuar që pas një vuajtje ta zëm i vdekuri, pas një vuajtje me sëmundje etj, tashmë është i çliruar. Dhe ajo që ai ka nevojë është për duat tona dhe do të thënë më shumë se sa për atë dhimbjen apo sepse në fund të fundit të gjithë do të vdesim, të gjithë i përkasim Allahut dhe tek ai do të kthehemi dhe të gjithë do ta shijojmë vdekjen. E rëndësishme është që të shtyjmë veten në drejtim të forcimit të imanit, të besimit tonë të brendshëm, sepse nuk mjaftojnë vetëm ritualet apo namazi, apo nuk mjaftojnë të gjitha këto. Shpeshherë ka njerëz që i bëjnë mekanikisht dhe nuk e ndjejnë.
dhe njeriu duhet punoj për të shtuar besimin. Çfarë mund të bëj dikush që shkon dhe viziton Varrezat për shembull? Gjë e parë është përshëndetja. Asalamu alaikum o banor të Varreve. Më pas bëhet dua për to dhe sigurisht i kujton vdekjen tënde, domethënë që dhe ti një ditë do të vdesësh, dhe gjëja që nuk duhet bërë është që të kërkojmë gjëra prej tyre. Kjo është shirk pastaj dhe fatkeqësisht bëhen shumë gjëra të tilla në lidhje me varre, shkojnë edhe e krijojnë atë varrin se kur është gjini, ai gjini i llampës që do t'i plotësoj dëshira, duke bërë, kjo është një gabim shumë i madh, domethënë. Apo nuk e di çonin kështu veshjet e njerëzve në të linin në varre, domethënë gjëra që nuk duhen bërë. Cili është qëllimi i vizitave në Varreza? Është për të gjallët është që të kujtojnë që një ditë edhe ato do të gjenden aty dhe është një kujtesë për ta që të rregullojnë mënyrën e tyre të sjelljes në lidhje me fenë, me besimin në këtë botë. Është një kujtesë për ta, domethënë, se çfarë do ndodh në të ardhmen për ata, ndërsa për të vdekurit është një ndihmes që ata të marrin sa më shumë dua, sa më shumë lutje, sepse nga kjo gjë përfitojnë dhe i lehtësohet ajo jeta e tyre në varr. Siç e thash, është e lejushme që vetëm meshkujt të shkojnë të paktën ditën e parë të varrosjes në Varreza dhe femrat nuk parashkojnë, nuk është se është një gjë e prerë, por këtu të paktën e kam mësuar që femrat nuk duhet të shkojnë në Varreza, jo gjithmonë, sigurisht bashkë me domethënë në momentin që duan të vizitojnë varret më vonë, duhet shkojnë, por duhet shkojnë të shoqëruara për arsye të ndryshme. Tani arsyeja se pse nuk rekomandohet që femrat të shkojnë në Varreza është sepse femrat janë shumë të ndjeshme emocionalisht, nuk është mirë të ketë të qara, britma e të tjerë dhe nga pikërisht nga emocionet e ndryshme që femra mund të përjetojë, mund të thotë fjalë apo të bëjë veprime që nuk janë të duhura dhe që nuk e ndihmojnë të vdekurin. Domethënë është thjesht më shumë edhe për vetë femrën që mos shkatërrohet akoma më shumë emocionalisht. Vetëm për këtë arsye, sepse gjendja e saj emocionale është shumë herë më e ndjeshme se sa e një mashkulli. Më shumë për këtë, por që sigurisht mund t'i vizitoj më vonë, por paktën dhe pjesa e xhenazës e tjerë, nuk është mirë që ajo të marrë pjesë. Prandaj më e mira rekomandohet për femrën që mos shkojë në ditën e varrimit të personit të saj dashur, për shembull, por të qëndrojë në shtëpi. Më shumë siç e thash, për pjesën emocionale, britmat e qarat e mëdhaja nuk janë të rekomandueshme, sepse pavarësisht se ndjesive që ne mund të ndjejmë, nuk i bëjnë mirë të vdekurit. Domethënë, edhe sidomos në pjesën kur shpirti është duke lënë trupin, duhet jemi sa më të fortë, sa më të qetë, pavarësisht se sigurisht emocionet janë, ne do na mungojnë njerëzit që largohen nga kjo botë, por sigurisht është deri kujtesë për ne si musliman që duhet jemi të fortë në raste të tilla, në mënyrë që mos t'i bëjmë shumë dëm personit që është duke u larguar nga kjo botë. Vdekja nuk është fundi, edhe shumë mund thonë, shumë mund të qeshin, shumë mund të përtallin e tjerë me kuptimin që si mund dhe shtadisht ti nuk e shkuar dhe je kthyer apo siç ka komente të tilla, por që vdekja nuk është fundi, është fillimi një jete tjetër, është pritja që do ndodhi për ditën e gjykimit ose kiametit, për fundin e botës edhe për vendimarrjen në fund se ku do përfundojmë në bazë të gjërave që ne kemi bërë në tokë, në bazë të imanit që ne kemi, besimit. Domethënë
për të kaluar pastaj në atë të përjetëshmen, ku nuk do kemi as gjumë, nuk do kemi as stres, as dhembje, as gjëra, do ketë çdo gjë të bukur, çdo gjë të mirë nëse inshallah arrim të kemi parajsën. Dhe për të tjerët pastaj, Zoti dhe për çdo gjë tjetër, Allahu e di më mirë, për çdo gjë tjetër që ne nuk mund të shohim, etj. Një gjë që do të shtoja është në momentin kur njeriu vdes, cipa, ne kemi një cip tek syt që nuk mund të shohim atë që nuk shihet, dhe pikërisht kjo cip na mbron që ne nuk shohim dot as gjindet që ndodhen rreth e qark nesh, dhe në momentin që njeriu i jep shpirt, kjo largohet edhe fillojmë pastaj të shohim atë realitetin siç na është përshkruar pastaj në Islam. Kështu që uroj që çdo kush të mundohet të ashtoj besimin e tij për veten e tij, në kuptimin që të ketë në botën tjetër më pas atë jetën që do donte, atë parajsën e vërtet, dhe uroj që mos ta përjetojmë, sigurisht kushdo që është duke më ndjekur, uroj mos ta përjetojmë dënimin e varrit, urojmë që inshallah, se s'po them urojmë, po inshallah ta kemi të lehtë, inshallah të mundemi t'i përgjigjemi pyetjeve të varrit, dhe inshallah jeta që gjykimi që do marrim të jetë sa më i lehtë për neve dhe për shpirtrat tanë, dhe për sigurisht për gjithë atyre që janë larguar nga kjo botë.